Përshëndetje, sot në Gojt Mileti do trajtoj një temë që për mua ka rëndësi për personazhet kur dalin nga Big Brother, se si e mbajnë famën e krijuar, se si zhvillohen dhe se si vinë në sytë e publiku. Do të përqendrohem tek një emër që për mua, për gjatë rrugtimi që ai ka pasur në Big Brother, ka posuar një pjekje. Ky ngacmim për të folur për të sigurisht që erdhi nga intervista që ai kishte ditën e djeshme tek artistët shqiptar me kolegun Putrin dhe fjalën e kam për Benita Zenën. E kemi parë jo shumë prezente në ekran, jo shumë të ekspozuar në rrjetet sociale, në ato pak dalje që ka pasur në këto evenimente, sigurisht që ka marrë vëmendjen me paraqitjen e saj, por edhe me shoqërimin që kishte me bodyguardin, por duke u ndalur tek çfarë thot dhe se si vepron. Nuk e pash që të shprente një lloj inati, nuk e pash që të shprente një lloj xhelozie, nuk e pash që të shprente një lloj të keqeje që pak a shumë e kishte në ato javët e para gjatë qëndrimit të saj në Big Brother, ku edhe unë si shumë ju e kam kritikuar në postimet e mia, në videot e mia, por edhe në daljet në për emisione me atë stilin gengsa që e kishte si pasojë e qëndrimit të gabuar me Albën, dhe pse ajo në intervistë u shpreh që nuk e ka parë si një lloj ndikimi të keq, por realisht nëse do të shikojmë dhe do të analizojmë, që për mua është shumë e vlerë si një adhurues i Big Brotherit, se si vijon rrugtimi i personazheve, dhe u shpreha në fillim që Benita pësoi një pjekje që e ka të demonstruar tani, që nga mënyra se si flet, se si qëndron, se si mendon, se si filozofon, por edhe në pamje dhe në paraqitjen e saj që është një big up dhe një fitore e madhe, edhe pse ajo është e vetëdijshme që u bë një padrejtësi duke mos shkuar në finale, por ku shkoj në finale, ku janë sot, janë harruar. Këtu e kam për Hygertën që le të themi e mori atë vend në finale pa merit, që u doq Benita që të shkonte ajo, por sidoqoftë Benita besoj që ka treguar një lloj pjekurie duke mos u përfshirë në lajme që kanë përfshirë emrin e saj, si në rastin e fundit ku dëgjova në mënyrë të çuditshme dhe në mënyrë të pakuptimt një deklaratë nga Ludoli duke i thënë që unë nuk kam më raport me Benitën sepse unë asaj nuk i kisha premtuar martesë. Të gjithë jemi të vetëdijshëm që loja në Big Brother do që ti të jesh super i gjallë, me super adrenalin, me super lojra, me disa provokime, por edhe me një lloj narrative që padyshim në jetën përjashtë nuk do ta bëje, se nuk është as vendi edhe nuk e bën dot këto kuvend, dhe mu duk shumë abuzuese dhe jo e duhur, se për sa kohë ka qëndruar me Benitën në Big Brother dhe ka ushqyer një lloj narrative dhe ka luajtur në kurrizën e saj, edhe duke përdorur në ato javët e fundit, mu duk e pavend që vjen nga një njeri që thot kam parë Europën dhe jetoj në diasporë dhe jam një njeri i kualifikuar dhe kam parë dynja me sy, që të përdori një term jo të duhur edhe jo të ulët, do të thoja për Benitën, por që siç u shpreha, Benita nuk është marrë fare me këto lajme që qarkullon, është e përqendruar në atë që ajo do të arrijë, ka treguar që do të sjellë këngën Bugatti 2, edhe pse pak me vonese duhet të ishte më aktive me muzikë, me prodhimin e këngëve të reja, por sidoqoftë, kjo është një vendim që ajo e ka marrë vetë. Të zgjedhësh të mos bësh drama dhe të zgjedhësh të mos bësh lojra kur mbaron një edicion i Big Brotherit, për mua është një big up dhe një duartrokitje, se nuk duhet të fiksohesh për ta ushqyer tek audienca një lloj telodrame që ti e ke mbajtur për gati 3 muaj, se i bie që nuk je i thjellët në atë që ti do, me atë që është reale, apo dhe me atë që ti ushqen tek publiku. Prandaj thash që Benita ka qenë në këto korniza e një lloj heshtjeje e daljeve të pakta në për intervista, por edhe në publikimin në rrjetet sociale. Besoj që është një strategji kjo për t'ju munguar audiencës edhe realisht të mos bësh i bajatshëm duke vijuar një narrativ Big Brotheri që sigurisht që konsumohet shumë, të konsumon dhe ty si personazh për gati 3 muaj, dhe nuk është në të mirën tënde që të vijosh një lloj loje që ndoshta edhe publiku e ka bezdisur dhe lodhur. Edhe pse në pamje, në dukje, Benita është bombastike, sigurisht i ka pranuar ndërhyrjet që ka bërë, por një tjetër veçori dhe një tjetër detaj që më pëlqen tek ajo është sinqeriteti, është le të themi shumë popullore me këmbë në tokë, edhe pse ka qef të bëj pak atë koketën apo edhe atë
lozonjarën, por besoj që i shkon formatit të saj duke e krijuar edhe si një lloj personazhi atë që ajo është dhe nuk është se e ka marrë diku dhe e ka veshur te kurrizi i saj. Duhet të kesh një lloj lifestyle që të edhe ta prezantosh tek publiku këtë që unë them, këtë veçorinë e një lloj kokete, një vajzeje që e ka qef jetën e luksit, por edhe ka qef atë vëmendjen që të bjeri në sy, por duke e përmbledhur edhe një herë tjetër të gjithë rrugtimin që Benita po i shikoi që pas daljes nga Big Brother, për mua mbetet një nga personazhet që po din të ruaj balancat me atë që përfiton ajo dhe me atë që ndan tek publiku, duke mos u bërë pjesë e këtyre dramave e prishjes së shoqërisë, e prishjes së raporteve, e kunjave në rrjetet sociale apo edhe e këtyre forkimeve që bëhen në këto evenimente ku besoj që është e pasens që të marrin vëmendje më shumë personazhet e ftuar se sa personazhi kryesor apo dhe ngjarja, aktiviteti për të cilin janë mbledhur këta njerëz, por që këto aktivitete që unë flas që gjithmonë ka shërbyer edhe si një lloj trampoline për këto personazhe, për t'u shfaqur edhe për t'u pompozuar pastaj me një lloj deliri të neveritshëm të fantazisë së tyre, duke menduar që po vajtojnë të gjithë për t'i parë. Nuk e kam parë Benitën dhe besoj që është një plus për të, edhe është një gjë e mirë që e ruan veten nga ky konsum kaq i madh. Do doja të dija si e shikoni këtë transformim që sigurisht Benita e ka bërë për mirë që nga Big Brotheri, por edhe ky rrugtimi pas Big Brotherit për mua ja ka për mua ja ka vletur që Benita e ka marrë propozimin dhe e ka që në Big Brother që ka ditur që të jetë transparente, ka ditur të jetë vetja me emocionet, por edhe me shprehit, edhe me çdo anë të saj të mirë të keqe, duke ndarë tek publiku, por më kryesorja dhe më thelbësorja që ka më shumë peshë dhe ka më shumë vlerë, është të dish të rindërtohesh edhe të vish në versionin tënd më të mirë. Gjë për mua Benita e ka bërë në formën më të bukur, prandaj e ndava me ju këtë opinionin tim në këtë Gojt Miletit, ndërsa ju mos harroni t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.